Nëse burri të përmend gjitha gabimet edhe më të vogla, ato të mirat nuk t'i thot kurrë. Burri duhet me qenë person motivues për gruan e vet, për familjen e vet. Por normal pa ja tepru. Pa ja tepru, që mos më i vet janë qef. Po edhe kundërta edhe gruaja normal duhet me qenë motivues edhe me ja ditë për nder burrit të mirat të cilat i ban. Secili ti përmend të mirat të tjetrit, të mundohet të këqijat pastaj ti përmirësoj pa i zmadhu edhe pa i banalizu. Por mendoj që personat të cilët gjithmonë vetëm gjojnë vegz, ose është e fjala popullore kimen vez gjojnë, edhe çdo të keqe të vogël apo gabim të vogël e rritin kundërtën të mirat sa do të maja i humbin edhe si përmendin, mendoj që këta persona janë bukshkels. Bukshkels. Kushdo qoftë, të mirën duhet t'ja vlerësojmë, të keqen të mundohemi ose ta zvoglojmë, ose ta zhdukim fare, ose ta këshillojmë personin në fjalë. Sidomos i zoti i shtëpisë, burri në këtë rast ose baba, nuk duhet të jetë person demotivues, pra që humb motivin e anëtarëve të familjes, përkundrazi ai që i motivon ata.